do keni kujdes mos e lironi me shpejtësi. Jetë normale për të gjithë. Daniel drepsisht. Nuk thashur, a jeni mirë? A jeni mirë? Do të rria që puni për para, dhe ka të një qali, është... Zhvillimi i kësaj maratone sot në qytetin tonë është diçka mjaft e mirë, pasi të rinjt edhe nxënësit e shkollave janë angazhuar për të marrë pjesë dhe është një risi në qytetin tonë. Kjo sjell angazhimin e të tërë fëmijëve edhe të rinjve që këtë risi ta transmetojnë, pse jo ta angazhohen edhe në shkollat e tyre duke bërë maratona të tilla. Dikur janë zhvilluar maratona dhe është diçka shumë e mirë sepse nxënësit e duan më shumë natyrën, po edhe për edukimin fizik është diçka shumë e bukur, ku sot kemi të shoqëruar edhe mësues edukimi fizik dhe shpresoj do jetë një risi dhe do vazhdoj edhe në të ardhmen. Duke dashur të zhvillojmë edhe këtë pjesë të turizmit, ne jemi duke organizuar një maraton në shtetat francez, gjithashtu në bashkëpunim me Bashkinë e Divjakës është organizuar dhe me shkollat e Divjakës, gjithmonë me idenë për të promovuar pak sportet në Shqipëri, domethënë maratonat që gjithnjë më shumë si në qytete, edhe në këto bashki të vogla, ne po mundohemi ta zhvillojmë dhe ta rrisim pjesëmarrjen. Në këtë rast janë nxënës, janë fëmijët e shkollave të Divjakës dhe të Lushnjës që marrin pjesë, me shpresën që në të ardhmen të ketë akoma dhe më shumë pjesëmarrje. A do ketë risi tjera kjo maraton në qytete tjera të Shqipërisë? Kjo maraton që ne po zhvillojmë me shtetasit francez, zhvillohet janë 5 ditë, 5 gara të ndryshme. Ne kemi nisur në Durrës ditën e parë, kemi bërë ndërmjet Spitalës dhe Currilave, nëpër Kodrat. Sot ishim në Divjak, nesër do bëjmë në vendet e tjera. Domethënë duke dashur gjithmonë në çdo qytet të ndryshëm ne ta zhvillojmë dhe ta promovojmë këtë maraton, gjithashtu jo vetëm me vrap, por edhe me ecje.